Zoti tregoi disa dispozita të hajes dhe të martesës për të treguar edhe punën e pastërtisë. Zoti urdhëron e thot: "Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi وجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون." O ju që keni besuar, kur të ngriheni për të falur namaz, lani fytyrat dhe duart tuaja deri te bryllat dhe fshini me dorë të lagur, kokat tuaja lani dhe këmbët deri te nyjet. Po t'jeni xhunub, pastrohuni mirë, por nëse jeni të smur ose jeni në udhëtim e sipër, ose jeni afruar me gratë tuaja por nuk gjeni ujë, atëherë bëni tejemmum me ndonjë gjë prej dheu të pastër. Pra fshini me atë dhe të pastër faqet dhe duart tuaja. Zoti nuk do që të krijojë vështirësi për ju, por ai do që të plotësojë mirësinë e vet për ju, që ju të falënderoni kundrejt dhuntive të Zotit. Shpjegime. O ju që keni besuar, kur të ngriheni për të falur namaz, besimtar, sa herë që të ngriheni për të falur namaz, është detyrë e domosdoshme që t'jeni plotësisht të pastër nga veset dhe nga ndyrësitë e dukshme që mund t'jenë në trupe në rroba dhe në vendin ku do të faleni, ndryshe namazi juaj nuk është i vlefshëm. Kur të ngriheni për të falur namaz dhe nuk keni abdes, merrni abdes në këtë mënyrë. Lani fytyrat dhe duart tuaja deri te bryllat dhe fshini me dorë të lagur kokat tuaja, lani edhe këmbët deri te nyjet. Pastaj falni namaz. Në tefsirin e Taberiut dhe të Hazinit thuhet, megjithse nga ajeti kuptohet se ai që do të ngrihet për të falur namaz ka detyrë të marrë abdes, edhe nëse ka pas marrë abdes disa orë më parë, është vërtetuar me ixhmaj ummet fjalën e të gjithë dietarëve islam se me këtë urdhër janë të detyruar vetëm ata që nuk kanë abdes. Bejzaviu thotë se ditën e çlirimit të Mekës, pejgamberi ka falur të 5 kohët e namazeve me abdesin e mëngjesit, pra ajeti ka këtë kuptim. Besimtar, kur të ngriheni për të falur namaz dhe jeni pa abdes, merrni abdes në mënyrën e treguar. Pasuesit e medhhebit Hanefi thonë se kur merret abdes, nuk është kusht të bëhet nijet, sepse nëse nijeti do të ishte kusht, Zoti do ta përmendte atë në këtë ajet. Pra nëse njeriu i lan gjymtyrët që u përmendën pa i shkuar mendja për abdes dhe pastaj fal namaz, namazi i tij është i vlefshëm, por nuk ka sevapin e marrjes së abdesit, për shkak se ai mori abdes pa nijet, kur dihet se fitimi i sevapit varet nga nijeti. Por pasuesit e medhhebit Shafi thonë se edhe për marrjen abdes nijeti është kusht, sepse marrja abdes është detyrë më vete dhe në çdo detyrë kryesore, nijeti është kusht. 4 veprimet e treguara në këtë ajet do me thënë larja duarve bashkë me bryllat, larja fytyrës, dhënia mes kokës, larja këmbëve me gjithë nyjet janë kushtet e abdesit. Abdesi është i pavlefshëm, po nuk u bë qoftë edhe njëri nga këto veprime, por pa abdes nuk lejohet të falet namaz. Abdesi me disa veprime të tjera që janë sunet dhe mustahab merret sipas mënyrës që vijon. Bëhet nijeti për të marrë abdes, lahen duart deri te kyçet 3 herë, shtihet ujë në gojë dhe në hund nga 3 herë, lahet fytyra 3 herë, lahet dora e djathtë dhe pastaj e majta deri mbi bryllat nga 3 herë, laget dora e djathtë dhe jepet mes kokës vetëm 1 herë, lagen duart dhe jepet mes pjesës së pasme të llapave të veshëve dhe me gishtin tregues pastrohen vrimat e veshëve, me shpinën e dorës i jepet mes qafës 1 herë, lahen këmba e djathtë dhe pastaj e majta nga 3 herë deri mbi nyje. Zoti tregoi se kur njeriu ngrihet për të falur namaz, patjetër duhet jetë i pastër, për të treguar edhe se është urdhër i prerë, farzi i Zotit që njeriu të lahet kur është xhunub, urdhëron e thotë: Po t'jeni xhunub, pastrohuni mirë, do me thënë lani gjithë trupin, pastaj falni namaz. Xhunubi thon asaj gjendjeje të njeriut kur i ka rrjedhur sperma me shije ose kur ka kryer marrëdhënie me bashkëshorten, qoftë edhe pa rrjedhje të spermës. Xhunub është edhe gruaja gjatë të përmuajshmeve dhe gjatë lehonis. Nga trajta e foljes tatahharu, kuptohet se njeriu xhunub e ka farz të lajë trupin vend për vend, prandaj nuk lejohet të lihet pa u lar, qoftë edhe vendi më i vogël i trupit. Gjithashtu është farz larja e gojës dhe e hundës. Larja bëhet kështu: në fillim lahen duart, pastaj lahen vendet nga dalin ndyrësit, lahet gjysma e trupit nga kërthizat deri poshtë, merret abdes rregullisht, lahet koka, lahet ana e djathtë, pastaj ana e majtë. Fërkimi i trupit është sunet dhe jo farz, do me thënë nuk është farz fërkimi çdo pjese të trupit, por mjafton që ato të lagen. Pejgamberi i qoftë bekuar ka thënë, kur të laheni, lani çdo qime të trupit dhe lëkurën pastrojeni, sepse në fundin e çdo qimeje ka një xhunublëk.
Zoti tregoi pastrimin e vogël që është abdesi dhe pastrimin e madh që është larja e trupit, për të treguar edhe se kur nuk gjendet ujë për t'u larë ose për të marrë abdes është vajxhib të bëhet tejemum, urdhëron e thot. Por nëse jeni të smur ose jeni në udhëtim e sipër ose dilni nga nevojtorja ose jeni afruar me gratë tuaja por nuk gjeni ujë, atëherë bëni tejemum me ndonjë gjë prej dheut të pastër. Ai që do të ngrihet për të falur namaz është i detyruar të marrë abdes ose në rast nevoje të lahet. Por nëse është i smur dhe ka frikë se përdorimi i ujit e dëmton, ose është në udhëtim e sipër ose është pa abdes a xhunub dhe nuk gjen ujë, atëherë le të bëjë tejemum me ndonjë gjë prej dheut të pastër. Pra fshini me atë gjë prej dheut të pastër fytyrat dhe duart tuaja. Niyeti për tejemum është vajxhib, prandaj tejemumi pa niyet nuk është i vlefshëm. Tejemumi merret kështu. Mbështetni dy duart mbi dhe të pastër dhe fërkoni faqet, mbështetni të dyja duart përsëri dhe fërkoni duart deri mbi bryllat. Me dorën e majtë fërkohet dora e djathtë dhe pastaj me dorën e djathtë fërkohet dora e majtë. Meqense tejemumi zë vendin e abdesit, ato gjëra që prishin abdesin prishin edhe tejemumin. Prandaj në rast se tejemumi prishet, duhet të përsëritet. Lejohet të bëjë tejemum ai që është në udhëtim e sipër, qoftë edhe kur është duke shkuar në një fshat të afërt. Për të treguar edhe shkakun e lejimit të tejemumit, Zoti urdhëron e thot: Zoti nuk do që të krijojë vështirësi për ju, por ai do që të plotësoj mirësinë e vet për ju, që ju të falënderoni kundrejt dhuntive të Zotit. Në urdhrin që ka dhënë Zoti për pastrim nuk ka dashur që të na vërë në vështirësi, sepse ai ka dhënë leje për ju që të bëni tejemum. Po donte vështirësi Zoti për ne do të urdhëronte patjetër të lahemi me ujë, atëherë ne do të gjendeshim në vështirësi për të gjetur ujë. Por Zoti do që ne të pastrojmë trupin ton nga zhuli e ndyrësit, aq sa të jetë e mundur, por Zoti do edhe pastrimin ton prej fajesh dhe kështu ai plotson mirësitë e tij për ne dhe ne e falënderojmë ashtu siç e meriton ai. Me të vërtetë urdhri i Zotit për pastrim është një mirësi shumë e madhe e Allahut për ne, prandaj duhet ta falënderojmë atë posaçërisht për këtë urdhër që na ka dhënë. Pejgamberi qoftë bekuar në një hadith ka thënë: "Buni ad-dinu ala-nadhafa." Feja Islam është ndërtuar mbi pastërtinë. Pra muslimani duhet të ketë besim të pastruar nga gjërat e kota, duhet të ketë shpirt të pastruar nga veset e këqija, duhet të ketë ndërgjegje të kulluar nga qëllimet e poshtra, duhet të jetë i pastër edhe në trup, në rroba e në vendin ku banon dhe ku falet e lutet.